Qeveria greke pritet të nisë në javët e ardhshme ndërtimin e autostradës Janin-Kakavi, një aks ndërkufitar me rëndësi strategjike që lidh Greqinë me Shqipërinë. Projekti parashikon një gjatësi prej 70 kilometrash dhe një kosto totale prej rreth 310 milion eurosh, duke vlerësuar këtë rrugë si një korridor jetik për qarkullimin dhe zhvillimin rajonal. Sipas përllogaritjeve, investimi në Greqi arrin në rreth 4.4 milion euro për kilometër, një shifër dukshëm më e ulët krahasuar me kostot e ndërtimit të disa akseve rrugore në Shqipëri. Në veçanti, aksi Pallati me Shigjeta, Sheshi Shqiponia, pjesë e Unazës së Madhe të Tiranës, me gjatësi rreth 2 deri 2.3 kilometra, pati një kosto totale prej rreth 40 milion eurosh, ose afërsisht 20 milion euro për kilometër. Ky diferencim ka qenë prej vitesh objekt debatesh politike. Opozita akuzoi qeverinë shqiptare për projekte me kosto të fryra, të quajtura rrugë të Florinta, ndërsa Ministria e Infrastrukturës dhe Autoriteti Rrugor Shqiptar argumentuan se shumë përfshinte jo vetëm ndërtimin e rrugës, por edhe nyje të mëdha, nënkalime, bikalime dhe vepra arti. Edhe projekti grek përfshin element të ngjashëm, si 6 kryqëzime, rehabilitimin e rrugëve lokale dhe përmirësime të segmenteve ekzistuese. Megjithatë, pavarësisht kompleksitetit teknik, kostoja për kilometër në Greqi mbetet disa herë më e ulët se ajo e projekteve të ngjashme në Shqipëri, duke rihapur diskutimin mbi eficiencën e investimeve publike në infrastrukturë.